Periudha e përgatitjes, 40 vjet. Periudha e izolimit, 40 vjet. Dhe më në fund, periudha e vlerësimit, 40 vjet. Përsëri lexoni me mua, Hebrejve 11:27. Me anë të besimit, e la Egjiptin, pa pasur frikë mërinë e mbretit, sepse qëndroi i patundur sikur të shihte të padukshmin. Me anë të besimit kremtoi pashkën dhe bëri spërkatjen e gjakut, me qëllim që ai i cili vriste të parlindurit të mos ngjiste ata të Izraelit. Me anë të besimit kalua në përdetin e Kujsit, ishte tokë e thatë, ndërsa kur egjiptasit u përpoqën ta bëjnë, u mbytën. 40 vitet e përgatitjes së Mojsiut përfunduan dhe 40 vitet e izolimit të tij u realizuan. Ishte koha që të drejtonte popullin e tij. Dhe duke filluar nga mosha 80 vjeç, Mojsiu filloi punën e tij të madhe për Perëndin, ndërsa drejtoi izraelitët jashtë Egjiptit, përmes shkretëtirës drejt tokës së Kanaanit. U desh vetëm një natë që Perëndia t'i nxirrte izraelitët jashtë Egjiptit, por u deshën 40 vjet që Perëndia të nxirrte Egjiptin jashtë izraelitëve. 40 vitet e fundit të jetës Mojsiut u bën koha kur ai u bë drejtuesi i izraelitëve. Luftoi me faraonin, drejtoi njerëzit për në shkretëtirë dhe u end në shkretëtirë. Dhe pastaj pas gjithë kësaj pune të vështirë, Mojsiu në moshën 120 vjeç u zemërua një ditë dhe bëri diçka që Perëndia i thatë mos e bënte, dhe Perëndia nuk e lejoi atë të hynte në tokën e premtuar. Dhe kjo është një kujtesë për ne se edhe pse mund të shkojmë deri në fund, përsëri mund ta prishim punën nëse s'jemi të kujdesshëm.